Në varësi të mendimit që ne kemi për Allahun, ashtu dy gjëra shumë të rëndësishme. Ashtu do ta jetojmë jetën dhe ashtu do të sillet Zoti i gjithësisë me ne. Në mënyrë të pashmangshme nuk mund të ndodhi ndryshe. Siç mendon njeriu për Allahun, ashtu do ta jetojë jetën, dhe e dyta shumë e rëndësishme, ashtu do sillet dhe Allahu i lartësuar me këtë person, apo me secilin prej nesh. Prandaj Allahu i lartësuar në hadithin kutsi madhështor çfarë thotë? Ana inda dhanni abdi bi. Unë do të jem për robin tim siç ai mendon për mua. Pra unë do të sillem, do të veproj, do t'i gjendem, do ta trajtoj adhuruesin tim, robin tim siç mendon ai për mua. Falyadhunna bi khayra. Prandaj le të mendoj për mua vetë se mirë. Vetë se mirë. Apo ndoshta, nëse më kujtohet, shans jam i gabuar, transmetim, le të mendoj për mua çfarë të doj. E para është orientim dhe udhëzim, që kujdes kufizoj të gjitha mendimet e tua rreth Zotit të gjithësisë khayra, në mënyrë absolute vetëm të mira. Cilat janë ato mendimet e mira rreth Allahut të lartësuar? Ato që janë të denja për Zotin e gjithësisë. Atëherë kur duhet të shpresosh mëshirën e Allahut, mirësitë e Zotit, furnizimin e Allahut, ti duhet të jesh i mbushur me optimizëm, i mbushur me shpresë, s'ka vend për pesimizëm. Atëherë kur duhet të kesh frikë, kur duhet të druhesh me madhështinë e Zotit, fuqisë së Allahut, sepse nuk je në rregull me Zotin e gjithësisë, nuk jeton ashtu siç duhet, mendimi i mirë për Allahun është që këtu ta kesh frikë Zotit. Atëherë kur ndoshta në jetën njerëzit i ka kapluar, i ka mbuluar pesimizmi, siç ndodh rëndom dhe shpesh me njerëzit në kohë të rrezikshme, në kohë luftrash, në kohë krizash ekonomike, filluam që sot për shembull diskutuam çmimet e naftës. Sa u rrit 300 lekë apo 400 lekë apo si do ja bëjmë ajo. Në gjërave të bukura që kemi lexuar këto ditë, besoj se jeni përballë dhe ju. Fjala madhështore e dikujt i cili çfarë thot, si e ka formuluar shumë në mënyrë të përmbledhur, thot edhe sikur të mblidhen të gjithë njerëzit, e të gjithë xhinët, dhe krijesat e qiellit, dhe krijesat e tokës. Për të lëvizur nga vendi, qoftë dhe 1 milimetër diçka që Zoti nuk e ka caktuar, nuk e lëvizin dot. Imagjino numrin e melajkeve, imagjino numrin e njerëzve, imagjino numrin e xhinëve. Shto dhe imagjino ku diun edhe krijesat e tjera ato. Dhe bëhen bashkë të unifikuar, kanë planifikuar thjesht të shkëpusin një gjë dhe peme, që ajo gjë është tharë, është bërë gati ndoshta për të rënë. Nëse nuk jep leje Allahu, nuk ka shanse të ndodhi, nuk ka mundësi që të ndodhi. Prandaj gjithçka që ndodh poshtë arshit. Është në vëzhgimin, në shikimin, në mbikëqyrjen, në kujdesin e Allahut. Allahu vazhdon që të jetë i plotfuqishëm edhe nëse mizorët dalin nga kontrolli në momente të caktuara. Allahu është i plotfuqishëm, është i gjithdijshëm. Allahu vazhdon të jetë furnizues edhe nëse mua apo ti në momente të caktuara të është ngushtuar risku. Allahu vazhdon të jetë i gjithëmëshirshëm. I fal që të gjitha gjunahet edhe nëse unë dhe ti dhe dikush prej nesh e kam mbuluar veten e tij me gjunahe. O robrit e mi, nëse gjunahet e tua kanë arritur kupën e qiellit dhe kanë mbuluar sipërfaqen e tokës, mjafton të më adhurosh mua një të vetëm dhe të më kërkosh falje, ghafartu laka wala ubali. I fal që të gjitha dhe kjo për mua s'përbën asnjë problem. Ky është mendimi i mirë për Allahun, që mos hutohemi dhe mos përqendrohemi nga rrethana, nga situatat, dhe pastaj çfarë të bëjmë? Edhe pse kemi ndoshta nga 20 e kusur vite në Islam, edhe pse ndoshta e kemi lexuar kush e di se sa herë Kur'anin famëlart, natyrshëm, lirshëm, pa e kuptuar, themi me gjuhën tona gjëra të cilat nuk janë korrekte, nuk janë parimore. Bien ndesh me emrat, me atributet e Allahut, me plotfuqishmërinë e Zotit, me faktin se gjithçka që ekziston është në dorën, është në zotërimin, është në kontrollin e Allahut të lartësuar. Rabbul Alamin, çfarë tha? Zoti i botëve. Zot është ai i cili ka krijuar, ai i cili në dorën e tij janë fatet, rrisjet, jeta, kontrolli dhe gjithçka që ka të bëjë me krijesat e tij. Prandaj thema dhannukum bi Rabbil Alamin, cili është mendimi që keni për Zotin e gjithësisë? Elhamdulillah, ne kemi mendimin e mirë për Zotin e gjithësisë, se është i vetmi që meriton adhurimet tona. I vetmi që meriton djersën tonë, sakrificën tonë, kontributet, shpenzimet, agjërimet,
agjërimin, namazin, gjithçka. Ky është mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Imagjino tani krahasoje me idhujtarinë, me paganizmin, me besëtitnit dhe me gjithçka tjetër. Cili është mendimi që ke për Zotin e gjithësisë, si shikoj gjendjen tënde dhe automatikisht sipas gjendjes tënde duhet mendosh rreth Allahut të lartësuar. Kur duhet të mbushemi me shpresë dhe me mëshirë, do të mendojmë mëshirën absolute të Zotit të gjithësisë. Atëherë kur duhet ta kemi frikë të Zotit, patjetër që duhet të druhemi atij, madhështisë së Tij. Mendimi i mirë për Allahun e lartësuar është i përmbledhur në një citat të vetëm. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Lajmëroj robërit e mi, adhuruesit e mi, thot Allahu i lartësuar. Lajmëroj që të gjithë pa përjashtim. Se unë jam gjunafalës dhe mëshirues absolut. Por njëkohësisht dhe ndëshkimi im është ndëshkim bedhimshëm. Dhe lajmëroj se unë jam furnizuesi dhe unë jam gjithdijshmi. Lajmëroj të më njohin robërit e mi, mua thot Allahu i lartësuar me emra dhe atributet që i përkasin Zotit të gjithësisë. Dhe gjithashtu dhe me këtë e përfundoj, prej mendimit të mirë rreth Allahut të lartësuar është që ne të mos jetojmë jetë të shkujdesur në të botën vëllezër. Çdo thotë kjo, ne e kemi thënë shpesh herë dhe ju e dini. Muslimani asnjëherë nuk duhet të jetojë asnjë çast të vetëm në panik. Asnjë çast të vetëm në panik. Sado e madhe të jetë sprova, sado e vështirë të jetë situata, paniku është një fjalë ndaluar për besimtarin dhe besimtarin. Shqetësim po. A shqetësohemi për riskun? Po, normal, brenda normales. A shqetësohemi për të ardhmen? Po, brenda normales. Për të ardhmen e fëmijëve, të brezave, të rinjës, patjetër brenda normales. A kemi frikë të riskun? Absolutisht jo. A kemi frikë të ardhmen? Absolutisht jo. A kemi frikë armikun, zullumqtarët, kriminalët? Absolutisht jo. Pra, a jam në panik për çështjet e besimit apo për çështjet e riskut apo diçka? Jo. A jam i shqetësuar? Patjetër që jam i shqetësuar. A jam në panik për ditën që do të dal përpara Zotit të gjithësisë? Jo. Se kam mendimin e mirë për Allahun. Kam mendimin e mirë për Allahun e lartësuar. E di që me veprat e mia, me këto namazë, me këtë agjërim, nuk e meritoj xhenetin. Po kam mendimin e mirë se këto vepra janë sinjal dhe janë tregues që Allahu më do. Prandaj më ka sjellë në xhami, prandaj më ka bërë për agjëruesve, prandaj më ka bërë për ato që falin namazin. Në të kundërt, e do të dëgjoj zërin tonë në lutje, lotët tanë, kërkesat tona. Në të kundërt, më kishte zëvendësuar me dikë tjetër. Atëherë, a jam në panik për ditën që do dalë përpara Allahut të lartësuar, për ditën e Kiametit? A duhet të lexoj fragmente që janë në Kur'anin famëlar që flasin për botën tjetër në panik që mos më zër gjumi? Jo. Ama duhet jemi shqetësuar? Patjetër që po. Sepse është prodhimi më i madh. Waqifuhum innahum mas'ulun. Do ndalen që të gjithë, thot Allahu i lartësuar, prit pak s'kam për të shkuar as në xhenet, as në zjarr. Përpara se të pyeten. Do pyeten që të gjithë. Përse do pyetemi? Patjetër që jam i shqetësuar. Sepse përpara do të kam një pyetësor që do të jap llogari jo në këtë botë. Do të jap llogari përpara Zotit të gjithësisë në botën tjetër. Ky provim, ky test dhe ky pyetësor është më i rëndësishëm i jetës tonë. Por njëkohësisht është më i lehti për njerëzit e mençur. E dinim pse është më i lehti? Ke parë ndonjëherë provim që ti marrësh 70 vite më përpara ti marrësh pyetjet dhe ti jesh kohë të përgatitesh 70 vite. Imagjinoni kemi bërë ndonjëherë në shkollë provim të tillë, të marrësh për shembull 7 muaj pyetjet përpara se të japësh provimin. A nëse i ke vjedhur po, nëse i ke nxjerrë me marifet në një farë mënyrë po, po zakonisht nuk ndodh kështu. Çfarë është befasi, surprizë, është në moment. Ditën e provimit të jepet pyetësori. Kurse me pyetje që do ta pyesë Allahu i lartësuar është ndryshe. Ka dërguar 124.000 profet pikërisht për ta treguar përse do të pyeteni. I fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 23 vite vetëm për ta mësuar përse do të pyeteni. Pyetje të logjikshme, pyetje të thjeshta, a ke besuar? Kë ke adhuruar në jetën tënde? A je fal? Si e sjell veprimin? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Secili prej jush është bari,
është kujdestar, është përgjegjës dhe secili prej jush do merr në llogari për ata që ka patur në kujdestarinë e tij. Për ata që ka patur në kujdestarinë e tij. Do pyeten për jetën, si e ke jetuar, ku e ke jetuar, çfarë ke bërë me këtë kapital të madh që të ka dhënë Zoti. Në veçantë për rinin që ke qenë i mbushur me energji dhe me mundësi, për pasurinë nga përfitove dhe ku e shpenzove, për dijen të informacion që furnizohemi çdo ditë. Çfarë efekti i dha kjo dije? Këto ajete, këto hadithe, ky Kur'an, këto mesazhe që na bombardojnë çdo moment në telefonat tanë. Edhe i kanojmë kështu dhe i shpretojmë një dhe një dy. Në një prej atyre mesazheve ose në një faqe Kur'ani mund të jetë suksesi i robit, mund të jetë shpëtimi i tij, mund të jetë parajsa e tij. Dhe ne i kalojmë kështu. Do pyetemi për pasurinë, do pyetemi për jetën, do pyetemi për dininë, do pyetemi për kohën, do pyetemi për shanset, për mundësitë e arta që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Për zgjedhjet që kemi bërë në jetë, për qëndrimet, për gjuhën, si e kemi përdorur. Prandaj, a jemi të shqetësuar? Normal. Të shqetësuar sepse kjo është në funksion të qenurit i kujdesshëm. Dhe i mençur, dhe i zgjuar, dhe i përgjegjshëm. Ama a jetojmë ne në panik? Pasha Zotin e gjithësisë nuk jetojmë në panik. Ne kemi thënë shpesh herë që në një nga momentet më të vështira që kanë përjetuar muslimanët, pasi humbën betejën e Uhudit dhe u gjakosi dërguari i Zotit dhe u rrezikua jeta e tij dhe u vrapën 70 prej sahabëve, Allahu i lartësuar nuk i la asnjë çast të dëshpëroheshin. Nuk u lejoi asnjë çast dëshpërimi. Shqetësim po, se zbritën ajete që u qortuan mirë dhe u dha shuplak Zoti i gjithësisë që të merrin mësim, mos gabonin, mos lëvizin më nga pozicionet që u kishte caktuar Zoti. Po, gabuat do vuani pasojat. Mirë po, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. As mos u dëshpëroni, as mos u dobësoni, as mos u mërzitni, pse se ju jeni më të lartët përderisa jeni besimtar. Jeni më të lartët përderisa jeni besimtar. Përderisa jeni besimtar, nuk të lejohet të mërzitesh, nuk të lejohet të stresohesh, nuk lejohet të biesh në ankth, nuk lejohet të dëshpërohesh, nuk të lejohet të dorëzohesh. Dhe nuk të lejohet kategorikisht të mendosh keq për Zotin e gjithësisë. Pavarësisht në çfarë situate je, pavarësisht se kush je. Sepse kemi të bëjmë me Allahun i cili vetëm na takon ta duam, ta njohim dhe ta adhurojmë dhe pastaj ka për ta bërë zemrat tona në xhenet në mënyrë të padiskutueshme. Fema dhannukum bi rabbil alamin, cili është mendimi juaj për Zotin e gjithësisë, ne mendojmë vetë mirë për Zotin e gjithësisë dhe jemi të bindur që Allahu i lartësuar do na trajtojë vetë me mirësi. Amin. Plotësojmë vitin dhe lutem Allahu i lartësuar të na mbulojë me mirësitë e tij.